ditën e dytë, një ditë para se më kthy kufini, ato jemi bashku me, ato jemi pa edhe me togjet tjera, që shikon të servit në atë përgatitën për thyrje të kufinit. Domthon atu nuk na kanë zanë kazerme apo papaj, se atu janë ushtarë që kanë qëndruar atu, plus ne që erdhëm për që kishim servit në për vende tjera si në Kalimash, atu edhe kemi ushtruar 2-3 ditë. Hysem Berisha na ka testu pak sa jemi të gatshëm për atë betejë. I kemi bë disa servitje. Na ka testu me një marrje të objektit, improvizimi ka sermës. E kemi kryer me një shpejtësi shumë të madhe, me sukses. E ka pa që jemi të gatshëm. Prej atujt kemi kaluar në Papaj. Prej kujt edhe niset për me hynë në Kosovë, niset thyrja kufinit. Në Papaj kemi qëndruar 2-3 ditë. Më duket se ditën e dytë, një ditë para se më kthy kufini, ato jemi bashku me, ato jemi pa edhe me togjet tjera, që shikon të servit në atë përgatitën për thyrje të kufinit. Domthon atu nuk na kanë zanë kazerme apo papaj, se atu janë ushtarë që kanë qëndruar atu, plus ne që erdhëm për që kishim servit në për vende tjera si në Kalimash. Ishte bën një shator improvizuar, po asaj nuk na nxit. Ishim dikun 160 ushtarë, 50-60 atu dikun. Unë për veti 2 ditë kam flet jashtë natyrë, në thes, me këtë thesin ushtarak. Ishte një pjesë ku ishin qit kashtën për kuaj, atu na vdo pak ma mirë, atu ramë, se nuk ishte vend, as shatori, as ishëm mbledh gjithë kapaciteti për më fut, me thy kufirin. Qëndrum 2 ditë atu, pas 2 ditë na thanë që po nisemi, po mas pak kohë, masi që u nisëm, pak edhe u nisëm, u kthym prapë. Ato aku marrë vesh shumë një kohë ma vonë, pse u kthym, nuk e disha në atë kohë çka është, po ishim kanë të i prit do vakcina që nuk ishin ardhë, edhe pra tha ushty edhe për 24 orë thyrja kufinit. Këto aku kuptu ma sanej. Çështje logjistike. Çështje logjistike.